Me pas frikë Allahut, do me thonë me i krye urdhnat edhe me u largu prej ndalesave. Kushdo që i kryen farzet edhe largohet prej harameve të mëdha, është taqi, është i devotshëm. Wa kunu ma'a as-sadiqin, edhe bëhuni me të drejtit. Imam Shafiu, Allahu subhanahu wa taala pas më shërua, edhe pse ishte i drejtë e i mirë të gjitha cilësitë e besimtarit ideali kishte, thoshte uhibbu s-salihin wa lastu minhum. I dua njerëzit e drejtë, njerëzit e mirë, edhe pse ndoshta vetë nuk muj më kanë për ty, edhe pse ai ishte. Wa kunu ma'a as-sadiqin, rini bënu me njerëz të mirë dhe vetë më kanë i drejtë, i mirë. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Aleikum bis-sidq", bëhuni të drejtë, folni drejt. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Se e drejta ka me të shuar në mirësi. Fa inna al-birra yahdi ila al-janna. Kurse mirësia të çon në xhennet. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për të kundërtën. Hadithi është i saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha dhuy'atil amanatu fantadhir as-sa'a." Kur të hub emaneti, kur njerëzit nuk janë besnik, nuk janë të drejtë, fantadhir as-sa'a, prit të kiametin. Dietarët e hadithit fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prit të kiametin e kanë komentuar dy mënyra. Mënyra e parë, para ditës kiametit njerëzit s'kan me mojt besën, s'kan me kon tradhtar, kanë me kon mashtrues, kanë me kon gënjeshtar. Edhe pas pak vjen kiameti. Komenti i dytë të dietarët e hadithit, kushdo që nuk është besnik, kiamet u bë për to, ma kiamet çka do më bë më? Ma kiamet se mos më kon besnik, mos më pas amanet, mos më pas frikë Allah subhanahu wa taala, nuk ka kiamet për to u bë. Në kuptimin e asaj që kjo është shkatruar, se ka hub besnikëria, ka hub emaneti. Në një hadith të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për dy njerëz të cilët kanë qenë para neve, min Beni Israil, prej popullit të Benu Israilve, pasardhësit e Jakubit alayhi salatu wassalam, dhe të Ishakut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë dy njerëz që kanë qenë para juve. Në fund që këtij hadithi, një pjesë e komentatorëve, dietarët e hadithit e bojnë një pyetje, përgjigje nuk i kanë dhënë kurrë. Pyetjen që e kanë bën, thonë: "Çka mendoni ju? Cili prej këtyre njerëzve, këtyre dyve, ka qenë më i drejtë e më i sinqert?" Tregimi fillon kështu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dikush prej Banu Israilve ka pas nevojë për me marrë një borxh, me shku me bë tregti dikun. Dhe ka shku te një musliman, te një vllai veti musliman, i ka thonë: "A më jep borxh që kaq, se kam shku në filon vendin me bë tregti." Mas një kohë, me thonë mas një muje, ose mas 2 mujve, të kthej borxhin. Ky ka thonë: "Po, unë kam mundësi me dhon borxh, veç a ki ti dëshmitar që po t'jap borxh?" Për shkak se rregulli fetar është për borxh me pas dëshmitar. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu." Kur të merrni borxh, kur të jepni borxh për një periudhë caktuar, shkruani. Edhe në të jenë 2 dëshmitar që e din filoni ka dhënë filonit borxh. Edhe shumën se e ka dhënë, edhe datën kur ka më ia kthyse, për që ta neve na dalin shumë probleme. Se mas ja e parat për 1 vjet vakia, mas 1 vjet e thot nuk e dia ti pa ta pas 1100 a 1600, veç aty një vardallimi bukur i madh. Jo, s'mi ke pas, e kam pas me të parin, ja me tretin, 100 probleme dalin se nuk i bëjmë praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e shkruajmë, nuk e kem dëshmitart. Edhe për siguri është mirë me pasur një garantues, që nëse ky nuk mundet me të kthy parë, të kthej une.
Borxhi është i këtina, deri në momentin kur vjen afati i fundit. Momentin që vjen afati i fundit, kjo s'mundet me kthye borxhit kalon te une. E tash unë llogaritja, a muj me hi për këto as muj, sa është ky besnik që unë garantoj se s'garantoj për te, tash bëhen dy njerëz që garantojnë edhe është ma e mirë për mos me gabu. E ka thonë a ki dëshmitar, ka thonë e kam dëshmitar Allahun, ky tjetri. A la hawla wala quwwata illa billah. Përpara muslimanëve ku i kanë thonë, a kanë përmenë Allahun, ata kanë lënë citatën më. A po thuaj pasha Allahun, po, u kry. Tash neve 100 herë na thonë vallahi billahi Allah kërkosh se zebes kërkon Allah. Na kemi fol disa herë edhe të lut futboll. Ka përcel vjen e bardh njëri për kë, vallahi ka përsy, kjo thënë vallahi se ka përsy. Allah po ti a di se këtu otorrent dikush, emrin e Allahut nuk bën me apo thot vallahi ka kalu, po hik duke se hik mos të fashë po me sy. Që s'është që ashtu, kur bën njeri leje ik ai Allahun për përmend Allah. Leja Allahun e t'ja kthen, mos jep zor ti me qit tonën në vend. A ki dëshmitar, ka thonë, dëshmitare kom Allahun. A ki garantus, ka thonë, ky tjetri ka thonë garantus se kom Allahun. E këti si ka met ma. Ka një transmitim për Beno Israelve, thuhet se Isa a.s. e ka pa një njëri të vjedh. E ka thonë, pse po vjedh, kjo ka thonë, vallahi nuk vjedha. Po, Allah, zarë pasna po keq. Isa a.s. me kalon fojnë si vetë, se ty po bënë Allah, ty kur bësh bënë Allah, mos. Komentatorët e Kur'anit thonë, e ka pyet Musa a.s. Ademin, o Adem, pse bengove iblisin, po boni be, vë kaste me huma, kur bon be, në tre që më konë, po bon be në Allah. Edhe nuk është puna që mi besu ati që po be, po është puna me respektu emnin e Allah. Sa emnin e Allah pështin dërzan këtë qështje. Kush lun me emrin e Allah, tani lije ti se Allah, kom ja thy qafën atina, edhe nëse dëmëtën ty, mësë bo marak shumë. A ki garantus, Allah në kom garantus. A ki dëshmitar, ka thonë Allah në kom dëshmitar. Qe, ku i ki pare, do me shko. Thot pejgamberi sa më ka marrë pare, ku ka pas me otue, me shku me bo tregti, ka pas me kalu një uj, një deti. Ose lumë të madhë. Thot pejgamberi sa më ka shku, ka punu, edhe ka fitu. Kur ka ardhë dita, me këthy me qitë parët, ka ardhë të bregu i detit i trazum, koha shumë e prishur. Me otue, ku shumë thënë mytet në mije. Ka lip, qysh me mujt me aqu parët, se e ka afatin, së më ka gjithë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo e ka marrë një dru, e ka shpuar në mes, i ka shnije parët në dru, e ka mshelë për sëri, edhe ka qitë, veç e ka qitë, bismillah, o Allah, ja ku morë filanit që ka shpare, ka vet a ki dëshmitar, ka thonë ty të kam dëshmitar. Ka vet a ki garantus, kam thonë ty të kam garantus, qysh mu ka bo puna, unë s'po muj me shku me aqu piqes që tu piqes nuj. Edhe thot pejgamberi sa me ka qitë. Ky që ka pas me morë borgjën, ka dalë në ditën e caktume të bregu i detit, mos po vjenaj, kur ka dalë bëkshur, deti i trazu. Në visë kërkush, edhe më nëherë menja atina ka thonë s'pas ka mujtë, se na mu konë këshme thonë, qëre rënci, më nafiku, trattori, mi mërë pare, ta shmisë një bjenë, se na, kur sështë aty, dreshit folë, shtin me menu e keq, për vlarë musliman. Pse po vërë keq, pse po menon keq, vlarë musliman s'ka mujtë, ka një farë arsye. Kur të vinë të rapyte, vlarë, për shka qysh është arsye, shka është shkaku, se gjdo gjo ka kuptimin e vetë, sqarimin e vetë. Thot pejgamberi sa ku u bind kjo që s'munët me të kush, të u këthy të shpia, ta ka pa një dru. Kjo thonë, hëtë sa shkoj të shpia, thot, ta marrë një dru, me leju qoj të shpia, ja shojnë hajrin në shka. Ta kështu e besimtari mirë, ja kanë përmen një pjesë e komentatorët të hadithit, burrat e mirë, kur dalin për shpijes, men të kanë të shpia. Kur shkojnë në udhtim, menën e kanë për marrëvajtjen që shkon të shpia, a është kjo, a mundet me pas një problem, a mundet me dolë fëmija nudhe, qështu e ka, se këta e njerëz familjar, njerëz që interesën mbarëvajtja e familjes. Se del dikush kur kthehet me durgje, po ti bërë të shpia di shka, a ke dalë me një dru, me provë të shpia. Thot pejgamberi sa me ka morë drunën e ka qu të shpia, ka dhonë familje që dhonë me nërejsh buka di shka, kur e kanë prej familja drunën, kur do pare.
e mërë parët, qash pare se e ka thonë aj, ditën, qaja ditë që ka thonë aj, ka mërë parët i ka shtin gjetë bukur. Mas një kohë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o qetësue uje, edhe aj që i ka lëshu parët, aj nuk u koni sigur të i kanë shku parët, as i kanë shku, se kush e di ku i kanë uje parët. I ka marë parët tjera, edhe ka shkue, ja ka kthye ati që i ka marë bëgjë. Thot pejgamberi sa pasi i ka përshëndet, i ka thonë ma bahallat për vanesën, se ka qenë deti i trazum, s'ku mund me t'i ki pru parët, e kime pas afatin që ditë që ku i ki parët. Kime pas kanë munafik i kishmorë, s'kish ka vëzu hitë që i ka gjithë ndrungda. Më i thash me një vend disa për i vllaznive, më ti kohë që mirëmi me ka pak me shpëndarjet zeqatit e sadakave të tjera, veç 2 herë në jetë më ka ndodhë me më thonë, s'kam nevoj për zeqat, veç 2 herë në jetë. Krejtojnë e morin. Që vëllat nëse s'ki nevoj, mëse mërë. Nuk është puna veç ta marë. 2 herë në jetë më ka ndodhë, vetëm 2 musliman, me thonë, Allah shpërbir, ama une si vjetë për zeqat, as për vitra nuk kam nevoj. Kjo ka mërë parët në ndru, a i pja bërë parët ma ba halal që si kom pru. Kush e di që i ka mërë ki parët, kur se di? Ka thonë, qëre, mësë se ke quë ti do pare, mësë mi ke quë mua njerë për pare, që të pare. Kjo edhe nuk ja ka mërë menja që i shkojnë parët, po veç, është interesant se besimtarët ka njerë e bojnë një punë, edhe hiç s'besojnë që realizohet, po e bojnë. Për shembull, Zekaria alayhi salatu wasalam e ka lutur Allahu subhanahu wa taala me furnizue me një evlat mirë. Pasi që ka pyet Mariamen anna laki hadha, ka për vite ushime, qalet huwa min indillah, ka thonë më vjen Allahu. Zekaria sa më thë ti po të ka Allahu, pse se lutë unë Allah? Hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba. O Allah, e ma dhe mu një evlat që shpiqon Mariame së ushqime. Kur e ka përgëzua Allah subhanahu wa ta'ala, enna Allah ju beshiru ke bi gulam, kjo ka thonë, enna jakunu li gulam, me që ishune me pas fmi, po t'ja lipe. Se njëre ka njerë lyp, edhe e din që bëmakia s'bat hish, ama lype. Edhe kjo i ka qitë parët, bëmakia s'kën hish, po qiti. Am ki që parët ti dishka, ka në hadith ka hesht. Se me thonë, s'këm quë, i bja që porrej. Me thonë që këm quë, thonë komentator të hadithit thonë, ka pas për qëllim kë, se nësi ka nërë parët të na, mos më del kë që bosh në fare vlijaje, me hupi, mos me rënë si të njerëzve që këti njeri, Allahu ja pranon duat. Se sahabët e pejgamberit sa kur ka pas për tyve që kanë pranuar duat, kanë jetuar në përvene ku si ka njoftë kërkush. Zotë në rujtë neve me pas një tjetër, Allah zotë i doon. Pas në qendër rrinë me një letër, mua Allah me pranon doon, andi këto. Ata si ngon kështu. A ke qu pare, kë ka hesht. Edhe e thot kë, amanetin tënë, mbu ma ka prua Allah, ti së më kje bërgjma. Për shto thonë ulemat e hadithit, qa menoni, cili për këtë në konë ma i devashëm? Se si cili e ka specifikat e veta. Se njeriu me atë qitë Allah pare pi bregë të anena, e në këtë të bëshdiju, këtë më konë i dashër e Allahot. Se nuk ja bon Allah këto gjithë cilit. Këtë tjetërin, gjithë ato mundësi, edhe ne mën të Allahot, si u përmenën e Allahot, ja ka besu më njëre. Të dytë, se cili del që është ma i devashëm se sa, tjetëri, dhe amaneti për cilin fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, është amaneti dunjos. Keni parasysh sot njerëzit ju rrejnë me Kur'an, e ju rrejnë me hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me amanet të Allah, me amanet njerëzve, me pare, me toka, me qështu mi mashtruhe njerëzit, është gjuna i madhë. Mi mashtruhe njerëzit me fjallë të Allah, ka thonë Allah, pa thonë hiq. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrejnë, pa thonë hiq. Edhe i hupin vetën, edhe i hupin atë tjerë që ju folën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, kush beson në Allah në ditën e Kiametit, në të folë mirë, nëse s'fol mirë, rrimë mos fol hiq, Allah shumë është më mirë. Po kulu me as-sadiqin, edhe boni me ata të cilët janë të drejtë,
Ne lusim Allah subhanahu wa taala që të na bën vetë të drejtë edhe vllaznitë e shokët e tonë musliman që kena të jenë për atyre të cilët janë të drejtë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.